S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Uroj që do jemi duke pavarësisht do jemi festime verore, do jemi gjithkohës duke sjellë njerësi, duke patur të ftuar, duke bërë gjëra të veçanta gjithë verës. Kështu që ndjehuni të lirshëm me ftu shokët, shoqet të afërmit, do ishte shumë qef. Kështu që çash një gjë, një përshëndetje për ato që na ndjekin online dhe po shifja gjithkohës kush ishte aty online. Kështu që të përshëndes aty ku je, nuk e di çfarë bëhet aty ke ty në Gjermani, Zvicër, kudo që je, por këtej kene është vap e madhe. A do na shkruash një pyetje kam, a do vish këtë verë në Shqipëri? Kjo është pyetja tipike. Kështu që kush do na e komentoj i pari, a do vish këtë verë në Shqipëri? Ndoshta është Claudio, ndoshta është Mariana, ndoshta është Gleni, ndoshta është Gerti, po përmend gjithë çunat dhe disa nga çunat dhe gocat që na ndjekin online. Mirë. Mesazhi sot, do të na lejë çik të lajmërimi që tha Sose se është shumë i veçantë lajmëri pas 2 javësh do jetë kjo ngjarje e madhe ungjillisuese në sheshin Skënderbej, mes sheshit, mes venit. Nga ora 5:30 deri 7, 8, 9, 10, edhe do ketë quhet ungjillizim për gjithë familjen, sepse do ketë gjëra të bukura për fëmijë, për të rinjt do ketë kështu nga ato biçikletat që fluturojnë. Nuk e di, ai mamen njëri Tirana Fest para 12 vitesh, apo vetëm mërimi, unë 2 veta, 3 veta, 4 veta. Si ajo gjëja do jetë prapë. Që do jetë një natën e parë do jetë ftuar edhe grupe shqiptare, West Side Family, natën e dytë do jetë Eugen Bushpepaj, do ketë grupe nga Anglia, do jetë shumë gjë e bukur. Do jetë shumë gjë e bukur në një formë artistike të bukur, argëtuese, po edhe sigurisht lajmi i mirë do ndahet, kështu që ftoj qa kate pallatiot, nga kati 1, jo kati 1 janë dyqanet, nga kati 2, e lartë ftoj gjithë miqtë e kjo se shumë gjare e bukur. Mirë, aq kem të mesazhi sot, edhe uroj që ti që ke ardhur sot do të marrësh një fjalë specifike që shkon me situatën ku je. Mesazhi është si të përballe me frikën më të madhe. Nëse të pëlqen fjala frikë, si të përballe me merakun më të madh, me sikletin tim më të madh, apo çdo lloj sinonimi që ti vesh, sepse do shohim një histori shumë të veçantë nga 2 Samuelit kapitulli 23, e do shohim si u përball ky boti, ky çuni, ky burri me një frikë goxha të madhe, edhe le të marrim parime për jetën tonë, si mund të përballemi ne me frikën më të madhe, merakun më të madh që mund të kemi. Edhe për tash me që përmendi, Sose qatin, orë nga ka bë punë këtë qati, është i mirë nga herë. Edhe për shikë, sa frikëra të numëruar, të emëruara ka, edhe janë mbi 2000 lloje frikërash. Edhe që janë të emëruara, ka, e sigur që ka më shumë, duket numri madh, apo jo, njeriu ka 2000 lloje frikërash. Në fakt nuk i ka njëri të gjitha. Normalisht njëri kishte 100 deri 200 lloje frikërash, por që njihen që kanë një emër pas, janë mbi 2000 frikra. Hajde ti përmend ca të frikrat, nëse ti e ke këtë frikën, ngrej dorën, edhe bëjmë kështu si tip bashkëbisedimi. Kush i ka frikë këto insektet e vogla, mermanga, akrepa? Jo, si duron fare do thotë që i ke shumë frikë. Nuk i ke fare frikë. Okej. Kush, apo tashi këtu do ngrejnë shumica durve. Kush i ka kështu frikë, neveri, bezdi, hardhuca, zhapik, gjapëri, zvaranikët? Këtu ke zvaranikët. Këtu dhe zvaranikët i ka shumë. Prit tashi, pyetje e çuditshme. Kush ka frikë nga qeni? Kur kalon edhe thot, po nuk ta ky qeni, nuk ta. E di që s'm ha, dhe ti bie rreth e qark. E di që është qeni urt, po e kam frikë, edhe i bie rreth e qark, edhe është, shiko, janë 2000 frikra që janë të emëruar edhe kanë këto fobia në fund, hajde dhe gjeca kështu disa frikra të çuditshme. Jo, e parasosh da që çuditshme, nistofobia, ndoshta se kam theksu si duhet, frika nga errësira. Ka ne një këtu që ka lloj frike? Që ka një 2-3 duar. Shiko, edhe të rriturit mund të kenë frikë nga errësira. Unë njoh një 2 që janë goxha të rritur, prap e kanë frikë errësirën. Kështu që ç'është një tjetër? Glossofobia.
është frika kur del të flasësh në publik. Ka në njëri frikë që? Më falni, se është dakord, është emocion. Kush e ka këtë emocion e sikletshëm? Që është emocion e sikletshëm me dalë me fol para tjerëve. Kështu që ju që ngret të dorën dhe keni këtë frikën, kush nga ju do të çohet në kam tash, ta shohin gjithë ta shpreh çan ndjen në këtë moment. Frikën lartësit. Kush ka frikën lartësit edhe këto ta ilustrojmë këtë kullën e madhe? Kujt ma me qëndru taj cepi asaj kullës edhe me pa poshtë. Shiko, kur isha I vogël atëherë, ipja në përpem edhe peja mund t'ishte si 5 kat shtëpi. Tash po kaloj mbi 2 kat. Nuk e di, është mosha, është pesha, nuk e di çfarë. Filloj merren mend. Kështu është, ç'është në frikë tjetër? Ca frikëra kështu gallat. Ablutofobia, frik nga larja me ujë, frik nga dushi. Shiko, nuk po thejmë a ka njëri këtë frikën, se ju vini gjithera parfume, shampo, kështu qëra, që sigur që asnjëri nga ju se ka këtë frikën, po është të ja që ishte një nga frikat, kalamet e vegjël, kalamet e vegjël kanë frik ujën, më fut në ujë, kanë frik, më fut ujë. Qa është I tjetër? Edhe kjo është e çuditshme. Hugafobia, frik nga përqafimi ose prekja fizike e dikujt. Edhe kjo është e çuditshme. E ka në njëri këtë frikë? Ule që 3 karrige larg, bosh, pastaj jeti. Ose ç'është një tjetër? Kjo është e frikë e re, nomofobia, frika kur s'ket celularin me vete, ose s'ke bateri, ose s'ke val. Ora, ka njëri këtu, a mund të rinë njëri për ju është një ditë pa telefon? Ta lej qëllimisht të shtëpia. Ua, shive sa shumë. Bravo, kjo është fantastike. Edhe është, madje, një frikë shumë e çuditshme, frika ishte papafobia, frika papa, ishte aty, e çuditshme duket, por, prit se do themi gjë të bukur. Do themi një gjë të bukur që është kështu. Sa ishin si mbi 2000 frikëra që ka njeriu. Realiteti është, kur ne kemi lindur, kemi pas vetëm 2 frikëra. Bebet kanë vetëm 2 frikëra. Edhe është frikërat, nëse më ndihmon me foton, bebet kanë frikën nga zhurmat e mëdha dhe të papritura, ose në I gjotë të papritur dhe hapin sy që Edhe frika dytë është kur mos bie ndiku, që nëse e ma kështu me kokë poshtë, vetëm të 2 frikra. Që qa I bie, lindi me 2 frikra, edhe kemi mira, qindra. Që bie këto, gjithë të frikrat e tjera, jam së rrugës. E nëse jam së rrugës, edhe mund të çmësohen, edhe mund të hiqen. Edhe sidomos kur ti zgjedh Krishtin dhe fryma e Perëndis mund ta forcoj, mund ta mpak, mund ta minimizoj atë frikë. Ja të lexoj një varg të bukur që e dini përmend, nëse nuk e di përmend, do të nxisja ta kishe si vargun e javës për ta mësuar përmend, dhe është 2 Timoteut 1:7 që thotë kështu. Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por çfarë fryme? Frymë force, dashurie, edhe urtësie. Edhe kjo urtësie shumë shpesh është përkthyer dhe si vetë kontrolli, frymë vetë kontrolli. Kështu që, a lexojmë edhe herë? Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie, edhe urtësie. Edhe shiko, nëse kjo është e vërteta, atëherë pse ka njerëz që kanë frikë? Pse përderisa Perëndia s'na ka dhënë këtë që pse kemi frikë, edhe pse ka njerëz që jetojnë jetë të cunguara për shkak të frikës. Edhe për shkak se nuk guxojnë me hedh një hap të ri, ose nuk guxojnë me dal nga aty ku ka ngec. Edhe ajo që na kujton shkrimi është Zoti thotë, unë dua ta zëvendësoj frymën e frikës me çfarë? Me frymë dashurie, me frymë force, me frymë urtësie ose vetë kontrolli. Për ne si model do shohim këtë burrin Benajahu quhet, edhe kur e kërkon këtë Benajahu në Google, ky duket si Thori. Ke parasysh filmat me Thorin? Ky I forti? Edhe është, shiko, nëse nuk e ke lexuar Biblën e plot, ka qasa që nuk do e hasish historinë e Benajahut, sepse për Benajahun folen vetëm 2 vargje që se në Bibël.
Edhe aty nëse se ke lexuar të plot, është zorë se ta kap syu atë. Edhe me që jemi te Bibla, duhet të nxis për ty që e ke filluar leximin e Biblës, edhe mund të ketë ndodhur diçka që ke paku, e ke rrallu një çik tash që filloi vera, do të nxisja të rikthehesh, edhe riktheu te leximi i Biblës. Edhe nëse nuk e ke filluar akoma për këtë vit, pyet dikë të tavolina ose mua, ku ta filloj leximin e Biblës? Shiko, historia jonë me Benajaun është ke 2 Samuelit, kapitulli 3, vargjet 20-21, edhe hajde i lexojmë bashkë çfarë thuhet për këtë burrin. Benajau, bir i Jehoiadit, bir i një trimi nga Kabdeseli, bëri trimëri të mëdha. Ai vrau 2 heroj nga Moabi që ishin Siluan. Kjo pjesa e dytë e vargut 20 më duket shumë e veçantë. Zbriti, nuk është i doli rrugës, zbriti shkoi, iku në mes të një sterne, ku vrau një luan, një ditë, që u binte borë. Edhe vargu i stin thotë kështu, jo vetëm kaq. Ai vrau gjithashtu një egjiptas gigant që kishte në dorë një shtizë, për Benajau i doli përballë me bostun, ja hoqi nga dora shtizën dhe e vrau me shtizën e tij. Edhe është kaq është përshkrimi për të. Për këtë trimin, kështu që do t'ja pakës kontekst për këtë. Jehoiadi ishte prift, babai i tij ishte prift, kështu që ishte çun prifti, por nga kuptojmë që ishte trim, edhe ka përshkrime, vrau 2 heroj, si vrau herojt nuk e dim, i mori plasi kokë, nuk di se çfarë bëri, por vrau 2 heroj, vrau atë luanin në një ditë që binte borë, por se kjo e treta, mirë që e vrau me shtizën e tij këtë gigantin egjiptas. Shkoi, ja mori, nuk e di, në lloj karatea apo konfuja apo kështu. Ja mori shtizën nga dora dhe e vrau me shtizën e tij dhe duke shiko. Çfarë është një detaj tjetër nga për Benajaun? Ishte një nga 30 trimat më të fortë i Izraelit. Edhe ishte në kohën e mbretit David, edhe mbreti David kishte ato turprojet e veta të fortët, edhe Davidi e bëri shef të turprojes së tij Benajaun. Pas këtyre ngjarjeve, e bëri shefin e turprojave, ai që spikaste më të fortët, edhe bënte këto ekipet e sigurisë për mbretin. Madje shumë shpesh ishte drejtues në ushtrinë e Davidit. Edhe ushtria e Davidit që shkon të luftë ishte ushtri për 30 deri 50.000 trupash, edhe shumë shpesh ishte ky duke i drejtuar ata. Edhe shiko, pyetja është, ore, çaj ndodhi këtij që u promovua kaq shumë? U bë një nga 30 më të fortët, u fut në këtë lloj elite, edhe kishte këtë lloj gjëre, ore, çfarë ndodhi që ky kaloi këto faza edhe arriti në këtë pikë? Edhe duket qartë, duket ai sa në lejon shkrimi, se 2 vargje janë, duket që ai u përball me frikrat që i dolën, që kishte përpara, edhe këto e ndihmuan që të ishte guximtar dhe të përballej me gjërat e tjera, por më e veçantë për mua është kjo me këtë luanin që është zbriti në mes të një sterne në një ditë me borë. Nëse se ke iden çfarë është sterna, në vendet me thatësirë ku nuk ka lume, nuk ka vende që të vadisish tokën, sterna është një grop e madhe, e stërmadhe, që mbledh ujë në kohën e shirave, që uji mund të shfrytëzohet në kohën e thatësirës, edhe imagjino ka qenë kjo grop e madhe që fillon e gjerë dhe vjen duke u ushtu, edhe shiko, nëse hajde imagjinojmë kështu, ta imagjinojmë si film në kokë. Kë luani është kë mesi kësaj sternës, edhe Benajaun e ke duke hyrë te kjo gropa, apo gropa që fillon e gjerë dhe vjen duke u ngushtu, i bie që ndërkohë që po rreshket është përballë kujt. Kur arrit fundin e gropës, është përballë luanit. Edhe ka frikën ku? Mu para syve. E ka atë gjën e madhe, mu para syve, nuk e dim se si shkoi atje. Ndoshta luani ka vrarë dikë, edhe Benajau po e ndjek për ta heqë qafe, që mos vras njerëz tjerë, ndoshta ishte urdhër nga mbreti, ndoshta kishte bezdi luanët. Ke parasysh, nëse puna juaj që keni bezdi qenin, ti kalo aty e shef një qenë të vjen të kapish një gur, po kujtoj që jenë Tiranë, pastaj edhe e mbledh veten. E parasysh nuk e dim se cili ishte arsyeja, por shiko, kur e imagjinon, e ndoj që luanin drejt saj gropës madhe,
Edhe Luani kështu super i fuqishëm, vetëm me një tek goditje mund ta kpuse, Luani mund ta griste si cop letre. Atë Benajahun, por e ndoqi këma këmës. Edhe vërteta është që një njeri i zakonshëm nuk e bën këtë gjë. Një njeri i zakonshëm nuk përballet me frikën. Një njeri i zakonshëm i bën bish gjërave që e friksojnë. Njerëzit normal nuk ndjekin Luan. Njerëzit normal më mirë vdesin me 100 keqardhje edhe 100 pishmanllëqe, se sa të hedhin një hap përpara edhe të guxojnë edhe dalin nga zona e rahatisë. Njerëzit e guximshëm nuk guxojnë ta ndjekin Luanin. Kështu që dua shumë që kjo mos ngjaj me ne. Dua shumë që kjo mos ngjaj me ne. Doja shumë që t'ishim si ky Benajahu. Nuk është të shkëm me vraj Luan, se ne, se dima, as kopër zoologjika kemi Luan, jo më vend tjetër, po është çdo lloj gjëje që mund të ketë, mund të interpretohet e Luani, ajo gjë e madhe që ti ke frikë, apo ke merak, apo të ka blloku dhe nuk po të lejë të ecësh përpara. Kështu që e vërteta është, kjo është çfarë besoj, që Zoti nuk do që t'jemi të zakonshëm. Do që t'jemi të jashtëzakonshëm, do që t'jemi guximtar, edhe në realitet kemi çdo gjë që na duhet. Nëse ti ke njoh Perëndin, ke njoh Krishtin, ke fuqinë e frymës së Shenjtë, ke fjalën e Perëndis, ke njëri, ke gjithë gjërat që të duhen. Edhe është, prandaj pyetja ime për sonte do ishte kjo. Pyetja për secilin prej jush. Cilin Luan duhet ta ndjekësh? Në njëri thot, unë kisha një si javë të lodhshme, edhe erdha sot me marrë një mesazh më shumë ngushëllues, më shumë inkurajues, më shumë, edhe Altini s'na le rahat dhe na ve para një sfide të tillë, kështu që dua të sfidoj ty, cilin Luan duhet ta ndjekësh. Edhe është, cilin Luan duhet ta mundesh. Çfarë është ajo gjëja që ti ke frikë? Çfarë është ajo gjëja që të ka zvogluar? Çfarë është ajo gjëja që po e hodhe hapin përpara, ti do shofish madhështinë e Zotit, ti do shofish se si Zoti do veprojë në anën tënde, e ti do shofish se si Zoti do çeli dyer, edhe çfarë është ajo gjëja? Ndoshta mund të jetë diçka shumë e madhe, ndoshta mund të jetë diçka shumë e vogël, edhe shumë e thjeshtë. Gjithë qëllimi i mesazhit është që të hedhesh një hap këtë javë, çdo lloj gjë e qoftë, i madh, gjë e madhe apo gjë e vogël, ndoshta mund të jetë diçka e thjeshtë, edhe po përmend prapë, po i referohem asaj që tha Sosa, ndoshta nuk po i beson Zotit e financat. Kështu që për shkak se nuk beson dhe e ke këtë frikë, e ke këtë merak, asnjëherë s'jep të 10-ën. Jep disa monedha, jep sa ke mundësi, por asnjëherë pse? Sepse ti menon, unë s'ja dal dot me 90%, si mund t'ja dal me, unë s'ja dal dot me 100%, si mund t'ja dal me 90% nëse jap të 10-ën? Edhe Perëndia mund të bëj shumë më shumë me 90% e rrogës tënde kur ti e venos atë të parin e kuletës. Kështu që nëse kjo është frika jote, meraku jot që nuk po të dalin lekët, ndoshta ky është Luani jot. A do ta mundesh këtë frikë? Luani i frikshëm mund të jetë një gjë tjetër, mund të jetë ti tregosh miqve tu për Krishtin. Ti do ato shumë. Po ti thu, ja e hodha hapin dhe u tregova, si do reagojnë ato? Ndoshta s'më folin më me gojë. Ndoshta më largohen, ndoshta nuk vinë më te kafja që ku pim gjithmonë. Ndoshta është edhe kjo të bën ty, ndoshta do prishesh shoqëria. Por e vërteta është që një ditë ti më ndjesh shumë keq që e patë mundësinë dhe nuk u fola atyre. Kështu që ose çfarë mund të jetë një frikë tjetër. Edhe për shkak të frikës, ka njerëz që rrinë me vite tek e njëjta punë. A pëlqen puna? Jo, Allah, ma ka trunin puna. A ka në gjë të mirë të puna? As si gjë të mirë s'ka të puna. Edhe ti prap je të njëjta punë, sepse të ma frika, ja i ka nga kjo puna. Edhe ty të ma ajo rroga që merr aty, që i bie në 30 ditë të vitit, vetëm një ditë je i gëzuar. Ditë që me rrogën. Tha se 29 tjerët është si me shty, ndërkohë që ikin vitet e tua. Edhe ikëm jeta jo dhe nuk po sjellim atë ndikimin, atë gjën që Zoti,
Cili është Luani që duhet njehesh si Benajau? Çfarë është? Ose ndoshta ke një njësi të brendshme që duhet bësh diçka. Ndoshta duhet shkruash diçka, ndoshta një devocion, ndoshta një këngë, ndoshta një prozë, ndoshta një predikim, ndoshta një libër, ndoshta një dramë, një poezi, një gjë që por ke frikë se thua e kam një gjë për brenda që dua ta shpreh, ta hedh letër, ta shkruaj, po ja se lexoj njëri. Ja nëse nuk e pëlqen njëri, ja nëse kështu, ja nëse ashtu, edhe është, apo ke një ide për të nisur biznes, edhe ke një ide brillante, sepse ke pa mbi 1000 idera në për TikTok, në për YouTube, gjitha ne dhe ke sjell një shumë unike, edhe nuk po fillon sepse thu, ja nuk bo, ja nuk heci, ja dështoj, edhe ke këtë merak, edhe ke këtë lloj frike, ose për shkak të ndrojës nuk po bën asgjë te kisha, por ti e di që thellë brenda teje ke gjëra për dhënë, por nuk po e hedh hapin për të ndihmuar dhe për të kontribuar dhe për të thënë ose dhënë diçka të veçantë. Kështu që nxitja ime do ishte hidhe hapin. Ndihmote diçka. Takimi i fëmijëve te muzika, te media, fillojnë grup vogël, i shërbes të re që s'është akoma, apo çfarë do lloj gjëje, ose mund të jetë diçka shumë e thjeshtë. Të bësh një gjë të vogël për dikë që është aty vërdall te kati jot, te pallati jot, që është kolegu jot, apo është pjesë e shkollës tënde, apo thjesht pi kafe me dikë. Vetëm hidhe hapin edhe bëj diçka sado e vogël që mund të jetë. Ndoshta mund të jetë akoma më e thjeshtë, që mund të jetë për çunat beqar. Kërkoj asaj gocës të dalësh për kafe me të. Se e ke bo balt fare. Ose propozoj asaj gocës se ajo çdo natë atë moment po ndroh, edhe po pret. Dhe ke ishte publicitet i sponsorizuar nga gocat, që më kërkun ta thoja këtë gjë. Po flasim për burra që ndjekin Luan këtu, po edhe për gocat. Cili është Luani që duhet ndjekish ti? Qa duhet ndjekish ti? Qa është ajo gjëja që ke frikë, por që e di që duhet bërë? E kam frikë, por që duhet bërë. Është një shoku im para ca kohësh më dha një libër që bazohet mbi këtë historinë që po ju them, Benajau dhe Luani, edhe quhet mes një sterne me Luanin në një ditë me borë, edhe unë dua t'ju lexoj një pjesë nga ky libër, ja si e interpreton këtë moment ai. Edhe e kam të shkruar me 3 slide, edhe thot kështu. Si besimtar, ne duhet jemi ndjekës Luanësh. Kur s'duhet jemi të kënaqur aty ku jemi. Nëse jemi ndjekës të Jezusit, kjo do thot që ai po na drejton nga një vend në vendin tjetër. Që do të thot që ai po na shtyn të shkojmë përtej limiteve tona. Do të thot, ai na thret të bëjmë gjëra që nuk i bëjmë dot vetë. Prandaj, e fundit, le ta kpusim litarin e frikës, le ta mundim frikën, le të rritemi frymërisht dhe besimi jonë do të smadhohet, ndërsa veprojmë sipas besimit që kemi te Perëndia, i cili është një Perëndi besnik. Se di sa motivues ishe kjo për ty, por prap do kthehem te pyetja, cili është Luani që do të ndjekish ti? Cili është? Nëse do që t'jesh i tillë ndjekës Luanës si Benajau që shkoi dhe u përball dhe s'pati frikë, do të kujtoj 2 gjëra. E para është kujtoj vetes këtë gjë, që sa më i madh besimi te Perëndia, aq më të vegjël të duken Luanët. Edhe kjo shpesh e gjen në forma të ndryshme edhe si meme nëpër media sociale, por në fakt është reale. Disa herë arsye pse nuk hedhim hapin e radhës është sepse kjo gjëja që na frikson duket shumë e madhe. E duket aq e madhe sa na ka zënë gjithë pamjen, edhe Zotin nuk e shohim. Edhe Perëndin se dallojmë, edhe zërin e tij se dëgjojmë, edhe çfarë po na tregon ai nuk e kuptojmë. Por ana sjelltas kur e ke mendjen tek Perëndia, edhe kur kujton sa i madh është ai, sa shumë na ka premtuar, që ai do jetë me ne, që është ai që po më shtyn edhe po më nxit për të bërë këtë gjë, do ndodhe kundërta. Perëndia do smadhohet.
Perëndia do zmadhohet në ne, ai i madh është. Edhe luanët do zvoglohen, këto frikra do zvoglohen. Edhe mund kujtoj shumë sfida të kishës tonë 14 vjetë gjys kish që jemi ne, se sa shumë sfida kemi kaluar dhe se si herë pas here kemi kërkuar Perëndin, Zot na ndihmo, jemi para kësaj gjëre, Zot na ndihmo, jemi para kësaj gjëre. Edhe sa herë që kemi hedhë hapa besimi, ka ndodhur që Zoti ka vepruar, ai është lartësuar, edhe frikrat tona janë zvoglu sepse varet se ku po fokusohesh. Edhe sigurisht që nëse ti je para një sfide, edhe ka ardhë këtu sonte fix, edhe e kishe këtë merakun këtë javë, apo e kishe sot, apo qa do lloj gjëje, dua të kujtohesh me çfarë po përballesh të kohë, edhe nëse po përballesh me diçka, dua të kujtoj kush është Perëndia. Që ka gjasa që ti e di, po do ta kujtoj, dua t'i kujtojmë edhe një herë bashkë. Nëse je përballë një huqe ose një varësie që nuk po ndryshon dot, shiko përtej asaj sfide që po kalon dhe kujtoj që çfarë. Perëndia është çliruesi, më fali. Nëse më ndihmon me slajdin e radhës, kujto çfarë, që Perëndia është liruesi. Nëse ndihesh i dobët ose i lodhur, kujto çfarë. Perëndia është forca ime. Edhe kur nuk e di se çfarë bësh, kujtohu çfarë. Perëndia ka premtuar, unë do t'ja përtësi, unë do t'u udhësoj. Nëse ndihesh i lënduar, Perëndia ka premtuar, unë jam ngushëlluesi yt. Nëse ndihesh vetëm, Perëndia thot, unë jam shoku yt. Nëse nuk i ke prindrit, kujtohu që Perëndia thot, unë jam ati yt. Edhe nëse ke nevojë për mbrojtje, kujtohu që ai është shkëmbi yt. Ai është fillimi, ai është mbarimi, ai është alfa, ai është omega. Perëndia është gjithçka që ti ke nevojë. Është së pari ai që ke nevojë. Të tjerat le të kalojnë pas sepse është pafund. Sepse është i përjetshëm, sepse është gjithpranishëm. Nuk ka si Perëndia ymë, është mbreti i mbretërve, është Zoti i zotrave, është mbreti i korave, është shtej masa i fuqishëm. Është Perëndia jep forcë të këputurit, jep mëshirë pa limite, hiri i tij është pa kufi, dashuria e tij është pa, nuk ka asnjë si Perëndia jon. Kështu që nëse ti je para një sfide të tillë që po të lodhe, po të mpak, ndro radhën, shiko së pari te Perëndia edhe kujtoj vetes premtimet e tij, sepse sa më shumë që njeh shkrimin, edhe sa më shumë i kujton vetes premtimet e Perëndis, aq më shumë do zvoglohet meraku dhe frika jote, edhe aq më shumë do zmadhohet Perëndia. Edhe e dyta është ndjekësit e Loanëve e din këtë gjë. Nuk është e sigurt kur rri në zonën e sigurt. Se ne themi në herë që përri këtu se jam mirë, jam i sigurt. Por jo gjithmonë është ashtu. Hebrejve 11:6 thotë kështu. Kush e di këtë vargu 11:6? Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij. Është e pamundur t'i pëlqesh Perëndis nëse rri gjithmonë te zona e sigurisë dhe çdo gjë ka logjik edhe çdo gjë ka matematik. Nëse nuk hedhim një lloj hapi besimi, do të thotë që nuk po varemi te Perëndia. Nuk po kemi nevojë për të. Sepse çdo gjë e kam llogaritur, çdo gjë po e bëj vet, por i pëlqen atij. E sjell buzëqesh, e sjell kënaqësi, është e pamundur t'i pëlqesh atij nëse gjithë jeta jote nuk ka një hap besimi, nuk ka diçka që kërkon diçka përtej takatit tonë, përtej forcës tonë. Edhe është prandaj doja të pyesja për diçka afat shkurtër, ose afat mesme, ose afat gjatë. Çfarë do doj të arrije nga sot deri në fund të verës? Sa i bie? 2 muaj gjys, 3, 75 ditë. Çfarë do doje të arrije nga sot deri në fund verës? Çfarë po synon, çfarë po ndron të arrish nga sot deri në fund vitit? Është si gati gjysma e vitit. Jo, gjysma e vitit edhe 2 javë, çik më shumë se sa gjysma e vitit. Ose çfarë është një ëndër, një synim që mund shkoj deri në 2030 që i bie këto 5 vite? Si do të përgjigjesh? A ka ndaj hap besimi te këto gjëra që po synon këtë verë deri në fund vitit,
deri pas 5 vitesh. E di si do përgjigjet një njeri normal? Një njeri normal, nëse do e pyesje çfarë do deri në fund të verës, fund vitit, mas 5 vitesh, një njeri normal do thonte, unë dua siguri personale edhe siguri si familja. Dhe si familje, që do thot, do doja të kisha më shumë lek, edhe doja të kisha ca gjëra më shumë. Edhe tjetra do ishte, duhet kem një jetë sa më me pak sakrifica dhe rrezik. Me fjalë të tjera, sa më rehat dhe sa më butë. Qa do të arrish deri në fund verës, fund vitit, një gjë që tjetë sa më rehatshme, sa më e butë. Sa më pak siklete. Dua një punë stabil, një rrokë të mirë, një punë qëndrueshme. Sepse dua që rreziku të jetë sa më i ulët, siguria të jetë sa më e lartë. Puna është, nëse në jetën tonë futet fjala besim, do të thotë që jo gjithmonë ka rahati. Jo gjithmonë, sepse besimi shkakton të kundërtën. Besimi na të bën si Benajau. Ai i themi të ky shoku jon Benajau. Nëse nuk do ta kishe ndjek Luanin Benajau, siguria e tij do ishte e pasigurt. Sepse Luani mund ta kishte ndjek Benajau, e kundërta. Edhe mund ta kishte vrarë ai atë. Sepse fitoret e mëdha çfarë kërkojnë? Kërkojnë hapa besimi. Gjërat e mëdha që të arrish, apo do të synosh, apo do të arrish, duan një hap besimi. Edhe nuk ndodhin gjërat bukura gjithmonë kur rrim në zonën e sigurisë edhe s'hedhim hapa besimi. Kështu që në vend të kësaj, çfarë bëjmë? A bëhemi ndjekës Luanësh? A bëhemi trima? A bëhemi guximtar? Edhe nëse jeta sjell një sfidë, një merak, një frikë, një çfarë lloj gjëje, le të jetë si bukë me djathë. Edhe e di që Perëndia në mua është forcë, është urtësi, dhe Zoti do më jap fjalët, dijen, hapat, gjërat që do më duhen. Sepse shiko, shumica për jush, e kam thënë dhe herë tjetër, po dua ta përsëris, shumica për jush ishin shumë guximtar kur erdhën në Tiranë. E mamen atëherë kur ishe në fshat ose në një qytet, edhe mbarove klasën e 12, edhe erdhen në një qytet rrëmuj të zhurmshëm, që se dije ku do fleje, ku do rrije, ku ishte shkolla, ku ishte kjo, ishte goxha hap i guximshëm, apo ca për jush ikët nga këtu, ikët diku tjetër që ishte shumë hap i guximshëm, edhe çanoth, duke sikur ai vrulli atëhershëm, sikur tashi, ndërkohë që ikin vitet, bëjmë më shumë matematik, bëjmë më shumë llogari, që ndjekësit e Luanëve dinë që është e rrezikshme kur bën më shumë është e rrezikshme kur bën jetë të sigurt. Shiko, Benajau e sigurt që ka qenë i friksuar, se tash njeri është. E sigurt që ka pas frikë kur është përballë me Luanin, sepse nuk ka njeri që t'jetë sy përballë me Luanin, në një grop që do thotë është i kufizuar, mënyra nga të vraposh, nga do të shkosh e mos kesh frikë. Edhe vërteta është guximtari e ndjen frikën, jo ndjen frikën, e ndjen tmerrësisht frikën deri në palc. Por kjo lloj frike nuk e bën të zvoglohet, e bën çfarë? Të hedhë i hap. Edhe kjo do ishte nxitja ime edhe për ty. Nga çfarë ke frikë, ndjeje frikën. Ndjeje atë tensionin, ndjeje atë merakun që prodhon ajo gjëja. Por le të jetë që do të shtyj përpara. Do të shtyj të kërkosh Perëndin, do të shtyj të varesh tek ai, e do të shtyj të hedhësh një hap. Të hedhësh një hap. Kështu që prap pyetja është hidhe, edhe këtu do ta mbyll avash. Hidhe hapin. Hidhe hapin. Pse? Sepse nuk, e di që kam thënë shumë shpesh, por nuk kemi krijuar për të qenë njerëz të zakonshëm. Ti e kriju për të qenë njerëz zakonshëm, i kriju nga një Perëndi jashtëzakonshëm. Shkrimi thot, u krijuam sipas imazhit të Tij. U krijuam që të jemi krijues, u krijuam që të bëjmë, u krijuam që të përmirësojmë gjërat ku jemi. Edhe e vërteta është që, shiko, djalli do të na tremb, edhe mjeti që na tremb është frika.
është frika për të na kujtuar neve që ti s'ke, ti s'je, ti s'mundesh, kush je ti, ku mundesh ti, apo çfarë do lloj gjëje. Por shkrimi thot, cili është ai vargu i fillimit, Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike. Na ka dhënë forcë. Forcë për fuqisë frymës shejt. Na ka dhënë dashuri që ja ka lënë dashurisë njerëzore. Na ka dhënë urtësi, na ka dhënë vetë kontroll, kështu që 2 Korintas, vargu i fundit është kjo. Ecim nëpërmjet besimit, jo nëpërmjet vizionit. Çfarë do thot vizionit? Nëpërmjet të parit. Kështu qoftë për secilin prej nesh. Le të ecim nëpërmjet besimit, jo nëpërmjet vizionit, jo nëpërmjet asaj që e llogarisim, do bëj këtë. Kjo nuk do të thotë që ta nxjerrim jashtë loje trurin, se Zoti na ka dhënë logjikën e ta përdorim atë gjë, por ka momente që kërkohet hap besimi. Edhe nëse ti je para një hapi të tillë, do të nxis shumë që ta hedhësh sot atë hap. Kështu që, a do ja themi Perëndis? A do lutemi bashkë? O atë lutemi në emrin e Jezus, edhe nuk e di se çka ka qenë frymë e shejt duke bote zemra e secilit prej nesh. Edhe nuk e di se si ka qenë java e secilit prej nesh, edhe si ka qenë dita e sotme e secilit prej nesh. Por lutem edhe besoj që fryma e shejt i ka shërby dikujt, që ka frikë, që ka tensione, që ka meranqe, edhe lutem shumë, do ta sjell atë gjë para teje, e do besoj që ti je Perëndia që nuk na ka dhënë frymë frike, na ka dhënë frymë force, frymë dashurie, frymë urtësie, frymë vetë kontrolli. Sot na ndihmo për të hedhur një hap të ri, dhe se kam idenë se çfarë do thotë hapi i ri për secilin prej nesh. E di çfarë do thotë për mua, se di çfarë do thotë për asnjëri tjetër, pa e ti e di. A do e thush tani para Perëndis, për shkak se ti e di, edhe nëse ky mesazh frymë e shejt të ka kujtuar eksakt çfarë duhet bësh, a do lutemi tani bashkë. Cila është ajo gjëja që të merakos, që të frikson, apo të sjell në para ati, sille para Perëndis, e thuaj, atë në emrin e Jezus e sjell para teje, e thuaj atë ç'është, sjell para teje edhe lë para teje, edhe marr atë që më duhet. Frymë force, frymë dashurie, frymë urtësie, frymë vetë kontrolli. Më ndihmo ta hedh hapin. Çfarë do lloj qoftë, një gjë e vockël, një gjë mesatare, xhamat, çfarë do lloj gjëje që mund të jetë. E Zot, lutem shumë që këtë javë do na mbushësh me dëshmi, sepse dëgjuam, sepse hodhëm hapin, edhe pam që të veprosh në anën tonë. Lutemi edhe besojmë në emrin e Jezus. Amen.